Tani do shohim pak se cili është aktori mashkull, aktori burr që Viola preferon më shumë, që Violën, si thua, e ka bërë për vete. Do ta nisim me Leonardo DiCaprio apo Tom Hanks. Leonardo DiCaprio. Okej, Leonardo DiCaprio apo Christian Bale. E dua edhe Christian Bale shumë, po Leonardo DiCaprio. Ora çfarë filluam prapë tash me Leonardo DiCaprio deri në fund, janë Terezita që po çfarë kjo muhabet. Shikon sa i qëndruesh. Po, keni parasysh ë? Mbajeni mend sa i qëndrueshme është. Leonardo DiCaprio apo Morgan Freeman. Okej. Morgan Freeman. Okej, patjetër. Morgan Freeman apo Denzel Washington. E vështirë, kam përshtypjen. Është e vështirë, po sërish qëndroj Morgan Freeman. Bukur. Morgan Freeman apo Tom Cruise. Ha. Morgan Freeman. S'të bën përshtypje as lekët e tjetrit të Tom Cruise-it? Unë po i zgjedh në baza materialiste, po ti si ashtu golce moj, çfarë them unë? Mirë, Morgan Freeman apo Robert De Niro? Robert De Niro. Okej, ndryshuam. Robert De Niro apo Al Pacino? Mos e bëj kaq të vështirë këtë. Okej, kjo është, si thoni ju, El Clasico? El Clasico. La Madonnina, derbi Madoninës. Al Pacino. Al Pacino. Okej, të kuptoj dhe të justifikoj. Al Pacino apo Russell Crowe? Al Pacino. Al Pacino apo Brad Pitt? Ta bëjmë çik më të vështirë tani. Al Pacino. Shtrin tok të gjithë ky, ku të pyet ky. Al Pacino apo Matthew McConaughey? Al Pacino. Al Pacino apo Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix. Oh? Ndryshuam? Joaquin Phoenix? Po. Interesante. Joaquin Phoenix apo Johnny Depp? Joaquin Phoenix. Okej. Erë parë që e shoh Johnny Depp të rrëzuar në një duel. Joaquin Phoenix apo Tom Hardy? Tani po ta shoh si të bukur, do zgjedh Tom Hardy. Po ta shoh kështu si ka lëp, thua si reziston dot, se kuptoj. Po Joaquin Phoenix. Okej. Joaquin Phoenix apo Theo James? Vjen keq tu. Do e shoh si të bukur. Nuk e rezistojnë dot. Theo James është aktori që fiton simpatinë e Violës në këtë përzgjedhje, është Theo James.